Qeni teme mirë, Prishtina vazhdojnë me qenë komune flisë për kretë ne që jetojmë këtu, shkollat publike vazhdojnë të mos jenë të denja për fëmijë presidencial, në PB-ja e ka humbë në landë disa milion që në gjykatë vendore, Raman Haradini dhe partnerit ti duan t'i marrin edhe ca milion të tjerë në arbitrazhën ndërkombëtar. Okej, për hir të zvërtetës kjo kontrata skandaloze në PB është e kohës Shpend Ahmetit, mos def që edhe ai, veç letrin që aty si shënim. Tash deri sa humbën milionat shmajten djath, nëse është për t'i besu Çlirim Gërbeshit, Sokol Havolli ka hongër drejt 1.000 euro. Para 6 dite kam kërku qasje në dokumente për shpenzimet për reprezentative. Djem kanë ardhur këto dokumente, faleminderit shumë për ndërmarrjes, dhe është skandaloze çfarë keshpërdorimi pasurisë së qytetarëve është bërë nga kjo ndërmarrje, sidomos në vitin 2024, kur kryeshef ka qenë pikërisht Sokol Havolli. Në këto dokumente kishte vetëm shpenzime për ushqim dhe pije. Dhe dini sa i ka kushtu vetëm një drekë Sokol Havollit për një ditë. 1.010 euro. Asnjë prej këtyre temave nuk janë në fokus të opinionit këtyre ditëve. Çka është fokus? Që tu ju pritësha. Koalicioni. LDK-ja, PDK-ja dhe OK-ja kanë bërë publike që kanë ndarë pushtetin e kryeqytet, edhe kjo në kushte normale kishte qenë teme mirë për minutën e 16 të lajmeve qendrore. Mirë, po, sot ka qenë jo veç lajm, po dhe burim i hallakamave. Fillimisht mbrëm Urani Ismaili e konfirmoi nëpër media që ka marrëveshje të koalicionit me kryetarin e Prishtinës, më pas kryetari Përparim Rama e konfirmoi si nën kryetare Besiana Musmuratin, nën kryetare të komunës të kryeqytetit, ndërkohë bëhet ditur se hiqja e pushtetit që ka PDK-ja në Prishtinë u dit krejt me që mediat e raportuan edhe për drejtoritë, edhe për ndërmarrjet publike që do t'i kontrolloj kjo parti. Edhe deri këtu gjithçka është në rregull. Nëse në rregull s'është se vazhdon me qenë flisë të ambientit, flisë të rrugë, të trafiku i keq, ama në rregull është politikisht. Interesante ja nis më bukur LDK-ja del edhe thotë nuk jemi prej këtujt. Kryetari i partisë Lumer Abdigjiku thotë që nuk kanë marrëveshje as me PDK-n, edhe as me një subjekt tjetër për bashkëqeverisje në Prishtinë. Një muaj para zgjedhjeve të përgjithshme, ose po dihet që njerëzit në LDK nuk flasin ndërmjet vete, ose s'poku u konstatu sot që Përparim Rama është i pavarur, po ka garu brenda LDK-s, ose po dihet që kur janë në pyetje parat e mëdha janë bashkë me PDK-n, ose veç thjesht ka njerëz s'dihet kush pinë kush pagun. Kuptohet? Para pak ditësh u nis një ortek tjetër i spekulimeve për dorëheqje brenda kryesisë së LDK-s, që asaj nuk u qartësu krejt si duhet, edhe pritet që këtë javë të zyrtarizohet bashkëpunimi i Vjosa Osmanit me këtë parti. Edhe në pasën vikend, në Këshill të Përgjithshëm edhe shpjegohen edhe krejt zhvillime tjera, po shpjegimin fund këtyne minutave është i thjeshtë. Vetëvendosja, kur don me kry punë shpejt, i gra karate. A Përparim Rama s'din karate, din... Edhe une jam fort i mirë në Tai Chi, në është një... Kry shpjegimin, Bisaferi parë sonde Besnik Tahiri.